Përshëndetje të gjithëve, sot po përgatisim akullore në kushte shtëpie dhe përbërësit janë këto që po i shikoni, lule shtrydhe dhe banana. Së pari marrim 3 banane, edhe kështu ja heqim lëvuret, mandej i ndajmë në feta të vogla, kështu siç mund ta shikoni. Për këtë recetash po përdori 3 banane dhe 500 gram lule shtrydhe. Bananët edhe lule shtrydhet i kemi në sezon edhe shumë lehtë mundeni me i gjetë. Po vazhdojmë edhe marrim lule shtrydhet, gjithashtu ja largojmë bishtat, mandej lule shtrydhet do t'i ndajmë në pjesë më të vogla. Të gjitha pra këto i ndajmë në pjesë të vogla, për shkak se më lehtë pastaj do të blendohen në blender, që do ta shikojmë pak më vonë. Pra, është një recetë tepër e mirë e shijshme, edhe mund ta përgatesni sa herë që juve ju hahet akullore. Kështu po vazhdoj derisa të përfundoj me lule shtrydhet dhe pasi që këtu i kemi të gjitha gati, marrim bananet, lule shtrydhet të gjitha i bojmë bashk edhe i vendojmë në një enë plastike, mandej do t'i vendojmë edhe në frez apo në ngrirje që të ngrihen, sepse kështu e përgatisim edhe akulloren apo recetën e sotit. I mbulojmë edhe në frez, do i lajmë derisa të ngrihen mirë. Pasi që janë ngrirë, mund ta shikoni këtu, ne vazhdojmë edhe përgatisim akulloren apo recetën e sotit. Marrim bananet edhe lule shtrydhet, një sasi. Pra vetëm pak, edhe i ndajmë njëra nga tjetra që më lehtë të bëhet procesi i blendimit dhe përgatitja e akullores. Mandej këtu shtojmë 50 ml qumsht. Shtojmë edhe mjalt, një lugë të gjellës, krejt këtë sasi. Pra bananet dhe drezat që i pat pak më herët, do ta blendoj 3 herë, pra do ta ndaj në 3 pjesë, edhe secilës pjesë pra i hedhim njëjtë 50 ml qumsht edhe një lugë të gjellës me mjalt, mund t'i shtoni mjalt edhe më shumë nëse doni. E mandej vazhdojmë edhe i blendojmë kështu me anë të një blenderi, mandej akulloren për pak minuta e kemi gati. Akulloria është gati, me njëherë mundeni me fillu me hangër, sepse ka shije shumë nga ky moment, nëse e leni akulloren që të ftohet sërish në ngrirje, pra shije nuk do ta ketë të njëjtë. Të paktën unë mendoj ashtu, pasi që më pëlqen më shumë kur është kështu prap, në këtë formë, është e gatshme me njëherë që të konsumohet. Nëse e leni kështu të ngrihet, atëherë mundet të krijohen edhe akuj të tjerë. Pra ju mund të përgatesni akullore, shembull vetëm një pjesë të këtyre përbërësve t'i hedhni, jo krejt, e pjesën tjetër ta leni për ditë të tjera. Siç ju thash pak më herët, akulloria është më e shijshme kur ju menjëherë e përgatesni kështu në blender, edhe menjëherë e servoni edhe filloni me hangër. Të paktën mua më duket ashtu. Nëse do ta leni që të qëndrojë sërish në ngrirje, qumshti do të ngrihet edhe do të krijohet akull, pra nuk do ta ketë shijen e njëjtë. Për 10 minuta do ta lënë në ngrirje, mandej e servojmë. Dhe receta është gati. Kjo ishte të receta e sotit që kishim përgatitur për ju. Shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo recetë, nëse do ta provoni ju boft mirë. Akullore mundeni me përgatit kur të doni me këtë recetë. Të gjithë përbërësit i leni në ngrirje, mandej veç kur ju hahet i merrni edhe i blendoni, edhe akulloren me njëherë e keni të gatshme për me e hangër. Kjo ishte e gjitha me çdo dashur që kishim përgatitur për sot. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Mos harroni të na ndiqni në Instagram, TikTok edhe në YouTube. Mirëmbëjtje deri në recetat e tjera të radhës.